أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالدريمة الأفضليمة يتكون بتم الله عز وجل صلوات والسلامات في غميد عليه الصلاة والسلام من اللجرات الأراض استكسيك للجرات بتصباوت مدتيمة كورانورة dhe sot jemi do thot nga ajetet e 8 tek ajeti 8 I surës, do thot nga ajeti 6 tek ajeti 8 I surës Al-Hujurat. Allahu azza wa jalla tha: Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. O të cilët keni besuar, nëse vjen një njeri junaqar dhe u asjell një lajm, verifikoni lajmin para se me gabu, me gjyku dikend veç për shkak lajmit, dhe këtu e buni me ignorancë. E pastaj keni mundësi mi ra pishmon, për shkak se keni gjyku pa verifiku lajmin, atëherë do thotë I bini pishmon për non, pishmallëku do t'jetë vonë. Dini se në mesin tuaj është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse I nënshtroni, nëse ai ju kish nënshtruar juve në çdo gjë që ju keni qef, atëherë do ta ngarkoni veten tuaj, por Allahu azza wa jall u bëri të dashur imanin në zemrat tuaja dhe u zbukuroi atë. Edhe Zoti e urrejti për juve kufrin, mosbesimin, mëkatin dhe shturjen. Ata janë të uzuarit e vërtet. Dhe kjo është begati nga Allahu dhe mirësi. Allahu është I gjithdijshëm dhe I urtë subhanahu wa ta'ala. Nga këto ajete Allahu azza wa jall thotë ka dashur me mësu disa mësime. Mësimi I parë është nderimi dhe respekti që Zoti e ka bëu muslimanëve, duke I thirrë ata shpesh në Kur'an me o ju të cilët keni besuar. Dhe kjo është nder edhe privilegj, është thirrje e veçantë që Allahu ja bën vetëm atyre që I don. Gjithashtu e kena obligim që me vërtetu lajmin që na vjen. Mos me marr gjykim ndaj kërkujt, as për të keq, as për të mirë, mos për të keq, pa verifikuar se lajmi a është I vërtet a nuk është I vërtet. Nga se shpeshherë kur na vjen një lajm për dikon, na marr me gjykim të nxitum, e pas 2 ditëve vërtetohet që lajmi është I rrejm. E tash vendimi që e ke marrë ndaj filanit, fjalën e keqe që e ke folur për filanin ku me lon, ai mos me gjyku pa verifiku lajmin, për shkak se kështu na ka mësuar Allahu azza wa jall para se më kon vonë. Gjithashtu lajmet që na sjellin njerëz që janë thashë themxhi, njerëz që kanë marrë me bajt llafet. Këtyre njerëzve as nuk bën mia pranu lajmin si të vërtet, as nuk është mirë me ja refuzu. Deri kur derisa ta vërtetojnë. Për shembull, nëse e bën një lajm zakonshëm, I bën fjalët hem, a nëse e bën një lajm gjigant, edhe di që kjo është thashë themxhi, është e ka marrë me bajt llafet, atëherë do thotë personin e fjalë, do thotë nuk I mirët për bazë lajmi edhe llafit që e ka bajt. Gjithashtu kanë thënë ulemoja, Allahu ka dashur të treguar në këto ajete gjithashtu se pranohet dëshmia e një njeri të vetëm të drejtë. Nëse për shembull është I drejtë, edhe këto rrethit që jetojnë me to kallzojnë që ki nuk urrejnë, nga goja e tij nuk del vetë se e vërtet, atëherë e pranojmë lajmin nga person me fjalë edhe nëse është një person. Para mendoni mushrikët Quraysh, kur ka ardhur dikush me vetë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ani pse ata I unkon fe tjetër. Çka kanë thonë? Kanë thonë në mesin tonë nuk ka pas njeri ma besnik. Në mesin tonë nuk ka pas njeri që ka folë të vërtetën që ka folë pejgamberi. Dhe thonë ata mushrikët, nuk mahet mend që ky njeri me rrejt ndonjëherë. E atëherë lëm pyetja, o ju Qurayshit, mas e petini që ki nuk rrejnë, mas e petini që ki e folë vërtetën, atëherë pse se besoni Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam? Po se kanë besuar nga inati edhe nga thënjellëkja se kanë menduar që pejgamberi po vjen nga mesi I jahudive. Gjithashtu duhet të pas kujdes mos me pranoj lajmin më një herë, se shumicën e rasteve jeta e përditshme na tregon dhe na mëson, po dhe para jetës së përditshme ajetet kuranore dhe hadithet, që njerëzit kur veprojnë më një herë pas dëgjimit lajmit, pa e verifikuar lajmin, shumicën e rasteve dështojnë. Ose lëndojnë dikën me fjalë, ose bëjnë kështu ose ashtu. Për shembull, hala pa ul taulin e vet, shto po folit për ty.
ose ku marr mendim të keq për ty se ku më dëgju kështu e kështu. Mirë, ku e ke bazuar atë mendim ti? Valla ngojë dhënat njerëzve. Po njerëzit s'ka flasin. Gojët e njerëzve s'mundesh me mbyll. Andaj s'ma kërkosh ty vesh me fol, edhe me i gjyku njerëzit edhe me i akuzu njerëzit. Gjithashtu kanë thënë ulemoja, mos verifikimi i lajmit aludon që personi fjalë ka dobësinë e iman. Dhe shumicën e rasteve njerëzit që gjykojnë pa i verifikuar lajmet bojnë zullum pa drejtësi. E lëndojnë dikën. I bojnë pa drejtësi dikujt, i hin hak bigajri hak. Për shembull, dyshohet për dikën, u fol dikush, por se tash njerëzit për me ule autoritetin e dikuna, sidomos ata që kanë ndjenjë biznes, çka bojnë, akuzojnë. Ja çet në shpifje, në biftan. Thotë rrujë se filani bën hile për shembull. Rrujë se ai kështu, ai ngrati që 30 vjet me këtë biznes mirët, kur nuk mohat me që ka bën hile asnjë qindark. Po pse ja ka qenë këtë biftan me ul vlerën biznes? E na kena obligim, përderisa kemi mendim të mirë për një tjetrin, që është obligim fetar, kur na vjen një lajm i keq për një tjetrin, duhet lajmi me lon në pezull, në hava. Çka më thon? Unë e kam mendim të mirë për filanin, ai se bën këto. Ai nuk e fol këto. Kam mendim të mirë. Deri kur? Deri verifikuar lajmi. Do mos me besu lajmin se në parim duhet me pas mendim të mirë për një tjetrin. Gjithashtu, prej dobive që i kanë zirë dietarët, është sahabët radiallahu anhum ajma'in normalisht kanë qenë njerëz si na, edhe ka pas raste kanë gabu, po edhe ka pas raste ja kanë qëllu. Do të kanë gabu se jo njerëz, ja kanë qëllu se normalisht jo njerëz. Dhe arsyeja pse ka zbrit normalisht është gabimi që ka po njëri nga sahabijut në atë kohë. Gjithashtu kanë thënë dietarët është që përderisa ka njëri dietar që din me shpjegu sunetin e pejgamberit, ndalohet me fol për vetës njerëzit. Ndalohet njerëzit me marrë gjykime nga teket dhe logjika e atyre. Përderisa është njëri në mesin e tyre që e njeh sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prej dobive është se Allahu azza wa jall na ka bërë të dashur imanin në zemrat tona dhe e ka zbukuru zemrën me imanin. Që do thotë Allahu në parim don që njerëzit me qenë mali, po ja që do thotë njerëzit me vetë dëshirë që i ka kriju Zoti, i kalon logjikë që ndosh me zgjedh të mirën dhe të keqen, shumë për tyre zgjedhin të keqen apo në rrugë. Allahu azza wa jalla ka nderuar neve me këtë besim dhe këtë iman. Dhe ka zbukuruar zemrën tonë me këtë iman. Dhe kjo është respekt edhe privilegj për Zotit për neve si musliman. Se mos më paskon musliman, as nuk kisha unë të kallëzu vajzë tu, as nuk kishit me qenë ju, o thot duke dëgju. Allah alem ku ish mikon, do një haram, apo do një vend ku hidhrohet Allahu azza wa jalla. Dhe kjo është privilegj për neve. Dhe vëjte, sa njeri, do thot veç fshati jon sa njerëz i kanë, 1500 njerëz, namazi sabat pas 10 vjet, 20 vjet. Kjo është privilegj për ty, për mua, për tjetrin. Sa njeri është sofrën e iftarit ulësht dhe nuk pi ujë para se me thirrë zoni. Iftari. Kjo është privilegj për ty. Ani pse tjerëve i duket prapambeturi, apo i duket respekt, apo i duket avancim që Allah s'jom të eninu Ramazan, as s'jom të i folë të ravit Allah në rujt. Gjithashtu ka thënë dietarët që Allahu ka dashur na tregu që gjunohat janë grada. Nuk janë ke gjunohat e njëjta. Ka gjunoha që kanë peshë më të rëndë, ka gjunoha që kanë peshë më të vogël, ka gjunoha që janë më të rrezikshme, ka që do thotë e kanë rolin e tyre, por se kanë rrezikshmërinë e madhe. Dhe ka gjunoha Allah në rujt që e qesin njeriu nga feja Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall ne ka pagu që njerëzit kanë dëshirë për të vepruar apo për të mos vepruar. Allah si ka detyruar kërkuna me u fal. I ka kallëzuar që është obligim. Ta këndon me një logjikën tash logjikoje. Ti mbetesh me zgjedh. Ose i nështron Zotit ose nuk i nështrosh Allahut azza wa jall. Se një farforme, për mendoni, Allah e ka porzuar Iblisin alayhi lan e pe xhenetit për shka vetë se një herë si ka rënë sejdë. Ka thonë bën sejdë, ka thonë jo. Hajde, ikri këtu. Shporo pi rahmetet tam. E sa njëri na kena në familje tonë që se bjen sejdë Zotit. Sa njëri e meriton mallkimin e Zotit. Sa njëri bën punë të Iblisit. Se Allah i ka thonë Iblisit bën sejdë, ka thonë jo, si bën sejdë, po ne ma hajde ikri këtu. S'ki vendin xhenet. Dikush ja ka mësuar me shkuën në xhenet pa namaz, astaghfirullah. S'ka shans.
Moti e ka shëruar Zoti këtë punë dhe këtë meselë. Për të arsye namazi është ajo çështja parsorë në fenë e Zotit xhelalu ala. Ka thënë pejgamberi sallam, "Thalatha man kunna fihi wajada halawata al-iman." Kush i ka tre gjëra personalitetin e vet e ka gjetë apo ka shiu imanin besimin. Ai yakun Allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma. Që Allahu azza wa jalla dhe i dërguari i tij me qenë në zemrën e tij më dashur se çdo gjë tjetër. Më dashur se prindët tu. Më dashur se evlatët tu. Më dashur se pasuria jote. Më dashur se vetvete jote. E dyta, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. E dyta është e shon imanin besimin ai i cili e don dikant, ama nuk e don për interes dunjas, po e don për Allah. Ai e shon imanin. Wa ay yakraha an ya'uda fi al-kufr kama yakraha an yaqdhifa fi an-nar. Dhe e treta që ta mëson me shiu imanin është ky njeri e urren kthimin në kufër. Qysh e urren me qi dikush në zjarr të xhenemit apo në zjarr të zakonshëm. Gjithashtu është për imanit besimit me i dasht njerëz që kanë iman. Dhe është prej çështjeve të besimit me urrejt njerëz që bojnë kufër dhe shirk. Na tregum që Zoti ka zbrit vërtetën, kush do të më besojë, kush mos doje, le të vazhdoje. Po e kena për detyrë që ata që kanë besu, që falen me neve me i dasht. Mos me i paragjiku, me qenë afër tyre. Për të arsye, pejgamberi nuk e ka nis asnjëherë namazin pa i thonë xhamatit, drejtoni, plotësoni dhe mbushni sofat. Nëse namaz nuk afrohemi me një tjetrin, nëse namaz nuk i bashkojmë brylët, nëse namaz nuk i bashkojmë kumt, kur kena me bashku? S'ka kur me bashku. Namaz jemi pikë 5, në xhami pikë 5 dhe jashtë xhamis hala ma hala që Allah në rujt. Gjithashtu Allahu ka dashur të tregu që Zoti xhelalu ala ka edhe dy emra të tjerë të bukur. Pra emrat të bukur të Allahut azza wa jalla është El-Alim edhe El-Hakim, i gjithdijshëm dhe i urtë subhanahu wa ta'ala. Elusë Allahu në zojtë që Allahut në begatoj me të mira, Allahut në ruaj këtë iman dhe këtë besim, ata që kemi ndërtu këtë Ramazan, inshallah Zotë në mundëson me e rujt kualitetin e ti pas Ramazanit. Është vërtet që jemi kënaqur këtë muaj të behum, është vërtet që Ramazani ka më na mungu dhe është vërtet që ka mundësi Ramazani tjetër nuk kemi më gjallë. Ata që janë gjallë inshallah e linojnë dhe kalojnë shumë bukur, e ata që vdesin inshallah vdesin me iman besim. Normalisht kur na vjen neve një mysafir që ka plot begati, i ka tu të shlira gëzumi, po e dim që ai mysafir sot ka ardhur nesër ka me shku. Kështu është edhe puna e Ramazanit, do të erdhë dhe ta dalë po bëhet gati me u largu nga mesi jonë. Zoti qoftë i kënaqur me të gjitha, e di mos mirë, alhamdulillah rabbil alamin.